Të nderuar teleshikues të FX Media Televizion, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ ku do të ndjekim zhvillimet e fundit. Sot, në qytetin e Kavajës, fëmijët e kopshteve të qytetit festuan një traditë të lashtë, festën pagane të 14 marsit, e njohur ndryshe si Dita e Verës. Festimet janë zhvilluar në parkun e qytetit, ku ka pasur një atmosferë të ngrohtë dhe festive, me shumë fëmijë dhe prindër të pranishëm. Për këtë rast, Bashkia e Kavajës ka marrë masa të posaçme për të organizuar aktivitetin në kushte sa më të mira, duke siguruar animatore dhe nxënës që morën pjesë në festivalin e qytetit, si dhe grupin e valleve tradicionale. Gjithashtu, ambientet janë rregulluar me tavolina, ku fëmijët e kopshteve të qytetit kishin përgatitur ushqime tradicionale për këtë festë dhe i kishin ekspozuar ato për t'i ndarë me të gjithë të pranishmit. Në këtë ditë festive, kryetari i Bashkisë Kavaj, Zoti Fisnik Qosja, vizitoi fëmijët dhe bashkë me ta festoi këtë moment të veçantë. Ai tha se, lumturia e fëmijëve të qytetit është edhe lumturia ime, por edhe gjithë Bashkisë Kavaj, duke shtuar se këto aktivitete janë një frymë, i japin jetë qytetit tonë dhe krijojnë mundësi për të zhvilluar traditat dhe kulturën tonë. Dita e Verës simbolizon ardhen e pranverës, kështu që ne si bashki filloj aktivitetin na motivon që akoma më shumë të kemi sa më shumë festa apo aktivitete të këtij lloji në qytetin e Kavajës. I japin vlerë, i japin kulturë, i japin hijeshi, ti qyteti ka i bukur që na ka fal Zoti. Kështu që unë s'do t'ju zgjas, vetëm të them ta kaloni sa më mirë, gëzuar në familjet tuaja dhe mbarësi. Festimet vazhduan gjatë gjithë ditës dhe arritën kulmin deri në orët e para të pasdites, duke sjellë një atmosferë të gëzuar dhe ngrohtësi për të gjithë qytetarët. Ky aktivitet ka kontribuar në ruajtjen dhe promovimin e traditave të qytetit, duke bërë që 14 marsi të jetë një ditë të veçantë për fëmijët dhe familjet e Kavajës. Kështu, festa e 14 marsit në Kavaj nuk ishte vetëm një ngjarje festive, por edhe një mundësi për të bashkuar qytetin dhe për të sjellë buzëqeshje në fytyrat e fëmijëve dhe të prindërve. Për Kavajën, Dita e Verës është një mundësi për të festuar me ngjyra dhe gëzim. Kryeministri i vendit Edi Rama i shoqëruar nga zëvendës kryeministri Belinda Balluku, ministri i drejtësisë Ulsi Manja dhe drejtuesit politik i qarkut të Dibrës Blendi Klosi ishin të pranishëm këtë të premte në hapjen e tunelit Murrizit i cili lidh Dibrën me Tiranën. Gjatë prezantimit zëvendës kryeministri Balluku bëri me dije se tuneli është 3.8 kilometra i gjatë dhe është i përfunduar me të gjithë komponentët. Tuneli i Murrizit prej 3.8 kilometrash i gjatë është plotësisht i përfunduar në gjithë komponentët e tij. Domethënë dhe ana ndërtimore dhe elektromekanike, gjithçka është funksionale, kemi bërë testet mbrëm deri natën vonë, nga ana tjetër edhe trupa e policisë rrugore e ka marrë tashmë detyrën për monitorimin. Gjithashtu këtu ndodhen të vendosura njësitë e zjarfikseve dhe gjithçka është ashtu siç duhet. Në krahun tonë të djathtë kemi tunelin paralel që është tuneli i emergjencës. Sipas kodit rrugor, çdo tunel mbi 500 metra ka nevojë që të ketë tunel e emergjencës, ka 11 hyrje dhe dalje tuneli i emergjencës. Gjithçka është sipas parametrave, në tunelin e emergjencës vazhdojmë me disa punime të fundit, por ndërkohë janë që të dy operacional. Nuk parashikohet që të ketë asnjë ndërprerje më të trafikut, duke qenë se siç jeni dhe ju ndjeni, e kemi mbajtur deri në detaj të fundit të mbyllur, sepse ky tunel ka pasur vështirësitë e tij, duke nisur nga gjeologjia dhe projektimi dhe gjithçka tjetër, por mund të themi që është një nga pjesët e krenarisë të infrastrukturës shqiptare padyshim. Ndërkohë kryeministri Edi Rama tha se muajin e ardhshëm do të hapet rruga Maqellar-Peshkopi. Tani duhet bërë edhe Maqellar-Peshkopia dhe nga Tirana ke shkallët ke legjendarja strita Demit. Maqellar-Peshkopia. Maqellar-Peshkopi mbaron në prill. Ne atëherë se nuk besojnë ata, thonë jo po prit se ta lejnë tash se kanë për zgjedhje. Ndërsa në total rruga e Arbërit ka një gjatësi prej 74 kilometra dhe do të lidh Tiranën me Dibrën si dhe me veriun e Maqedonisë, Dibrën e Madhe, Tetovën dhe Shkupin. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar në lidhje me kundërshtit për listën e Partisë Demokratike për zgjedhjet e 11 majit. Berisha ka theksuar se si politikan ai ka qenë gjithmonë një mbështetës i diversitetit të mundimeve dhe ka pranuar atë me bindje të thellë, duke sqaruar se asnjë person nuk është hequr nga lista për shkak të mendimit ndryshe.
Ndonse ka ngaluar 2 ditë nga dorëzimi i listave shumë emërore të kandidatëve për zgjedhjen e 11 maj, debatet vijojnë. Sali Berisha ju përgjigj duke analizuar kandidatët socialist, madje solli në vëmendje dhe hetimet nga SPAK. Janë kualitete të mëdha, po ta krahasosh me listën tjetër, kap kokën me dorës. Ç'është ajo listë? Ç'është ajo listë që listë të mbyllur janë fut personat që i kanë dosjet më të rënda se peshën e trupit në SPAK. Dhe njohur. Sa i takon pretendimeve se brenda demokratëve ka patur përjashtime për shkak të mendimeve ndryshe, Berisha jep mendimin e tij, ose Berisha dha mendimin e tij. Nuk është heq dhe nuk mund të hiqet se Sali Berisha nuk mund ta toleronte atë për mendimet e tij ndryshe nga unë. Ku hiqe nga snodha jo. Ata që e mendojnë këtë, ndonjë prej personave që mund të ketë menduar se nuk është në listë për këtë arsye, unë e garantoj që është i gabuar. Jo, asnjëri s'ngelet nga. Nuk mund të mbetet kurrë. Deklaratat i bëri nga Tirana disa orë pas hapjes së tunelit të Murrizit, ku akuzoi për korrupsion dhe shpenzime teje të larta. 1 kilometër i saj ka kushtuar 1.2 herë më shtrejt se sa 1 kilometër i rrugës Kombit. Tuneli i Murrizit është inauguruar gjerësot sipas Edi Ramës dhe Lubi Ballukut nga 2022 3 herë. Është shpallur që do të inaugurohet këtë datë dhe s'është inauguruar ndonjëherë. Uroj me gjithë zemër që tuneli të funksionojë, sepse në vlerësimin tim, tuneli është ndërtuar duke shkelur kondicionet dhe rekomandimet e kompanive më prestigjioze të fushës, ndër të cilat kompani daneze e të tjerë. Berisha foli dhe për investimet nëse do të fitojë me 11 maj, ku tha se projekti i parë do të jetë Hekurulla Tiranë-Prishtinë. Komisionierja për zgjerimin në Bashkimin Evropian, Marta Kos, ka bërë një deklaratë pozitive në progresin e Shqipërisë gjatë një vizite në Elbasan, duke theksuar se vendi ka bërë hapa të rëndësishëm në realizimin e reformave, por ka ende punë për të bërë për të përfunduar procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Kos gjithashtu bëri një urim për shqiptarët me rastin e ditës së verës dhe shpjegoi se kishte vendosur 2 verore në dorën e saj, një për Shqipërinë dhe një për Bashkimin Evropian, për të sjellë fat të 2 palëve në rrugën drejt anëtarësimit. Pamjet e kamerave të sigurisë dhe përgjigjet telefonike janë përdorur nga prokuroria e posaçme për të zbardhur detajet e vrasjes së Fat Bardlicit, e cila ndodhi në gusht të vitit 2018. Sipas hetimeve, autorët e krimit Safet Bajri dhe Asmer Bilali janë ndjekur nga hetuesit nëpërmjet lëvizjes së makinave të përdorura gjatë ekzekutimit të viktimës. Mëngjesin e datës 10 gusht ata janë nisur nga Tirana dhe janë dalur në Lezhë, ku kanë pasur ndalesë të shpejtë për të vazhduar udhëtimin deri në Shkodër. Ata kanë marrë një makinë tjetër gri me të cilën kanë udhëtuar për në lagjen Kiras, në një lokal ku Fat Bardlici është qelluar për vdekje. Pas ekzekutimit të viktimës, autorët kanë ndjekur një tjetër itinerar. Ata janë drejtuar për në zonën e Dobraçit, ku është ndjekur makina në përdorim gjatë vrasjes. SPA ka dokumentuar gjithashtu se Bilali, i cili ka kryer vrasjen, ka komunikuar me Erja Agon, të dashurën e Safet Bajrit, në vendin e takimit. Pas kësaj, të dy janë nisur për në Tiranë dhe më pas kanë udhëtuar për në Vlorë. Hetimet kanë zbuluar gjithashtu se ky
krim ka qenë një pasojë e një konflikti të vjetër midis Behar Bajrit dhe Fatbarlicit. Ky konflikt ka çuar në përfshirjen e Safet Bajrit dhe Asmir Bilalit në vrasjen e Licit. Përgjigje telefonike kanë zbuluar se Behar Bajri ka luajtur një rol të rëndësishëm në përkeqësimin e marrëdhënieve mes Licit dhe Bilalit, duke i nxjerrë ata në një përplasje që përfundoi me ekzekutimin e viktimës. Hetuesit kanë mbledhur provat mjaftueshme që kanë mundsuar zbardhjen e ngjarjes dhe janë në proces të dokumentimit të mëtejshëm të detajeve që lidhen me këtë krim të rëndë. Policia e Tiranës arrestoi 4 persona të dyshuar si autor të grabitjes të 3.350 euro në një banesë të marrë me qira nga 3 vajza të huaja. Ato u arrestuan në kuadër të operacionit Brothers, ndërsa njëra nga vajzat, 24 vjeçe, u kap me drogë. Shërbimi i policisë sekuestroi parat, lëndë narkotike, një armë të ftohtë dhe pajisje elektronike. Hetimet për grabitjen dhe për moskallëzimin e krimit janë në vazhdim, ndërsa 2 vajzat do të pyeten nga prokuroria. 4 persona janë arrestuar nga policia e Tiranës të dyshuar si autor të grabitjes të një shume prej 3.350 eurosh në një banesë të marrë me qira nga 3 vajza të huaja. Arrestimet u realizuan në kuadër të operacionit policor të koduar Brothers, ndërsa në pranga kanë rënë edhe njëra nga vajzat 24 vjeç, pasi u kap një sasi kanabisi në banesën ku ndodhi grabitja. Autoritetet e policisë njoftuan se arrestimet e 4 personave, të cilët janë vëllezër dhe të rinj të moshës 18 dhe 20 vjeç, janë bërë pas hetimeve intensive mbi ngjarjen që ka ndodhur në një banesë të marrë me qira nga 3 vajza nga Turqia. Gjatë operacionit, përveç parave të vjedhura, u sekuestruan gjithashtu lëndë narkotike, një armë ftohtë, automjeti që u përdor gjatë grabitjes dhe 4 celular, të cilët mendohen të kenë shërbyer për komunikimin mes autorëve. Policia e Tiranës ka bërë të ditur se në kuadër të hetimeve janë referuar materiale edhe për 2 shtetas të huaj, të cilët dyshohet se nuk kanë kallëzuar krimin, duke i shtuar kështu kompleksitetin të çështjes. 2 vajzat e huaj, të cilat ishin pjesë e ngjarjes, janë marrë në pyetje nga organet e akuzës dhe hetimet do të vazhdojnë për të zbuluar të gjithë detajet e kësaj grabitjeje. Policia ka për qëllim të zbardhë se si vajzat, të cilat kishin ardhur nga Turqia, janë përfshirë në këtë ngjarje kriminale dhe çfarë ka ndodhur në momentet që kanë çuar në realizimin e grabitjes. Të arrestuarit bashkë me 2 vajza që janë lënë të lira për momentin, do të merren sërish në pyetje për të zbardhur gjithashtu motivet dhe planifikimin që çuan në këtë ngjarje të rëndë kriminale. Hetimet janë ende në zhvillim dhe prokuroria po monitoron me kujdes të gjitha materialet e mbledhura për të përcaktuar masat përfundimtare ligjore për të gjithë të përfshirët. Gjykata e Elbasanit i ka kthyer për plotësim hetimesh prokurorisë dosjen e 3 shtetasëve të huaj, 2 rus dhe 1 ukrainas, të cilët u arrestuan pas një përplasje me rojet ushtarake në uzinën e armëve në Gramsh. Dosja e tyre po hetohet për akuzat e spionazhit, mbajtjes së armëve pa leje dhe kundërshtimit të punonjësve të sigurisë. Prokuroria ka kohë deri në fund të muajit maj për të plotësuar hetimet ndaj Svetlana Timofeva, Mikhail Zorin dhe Fedir Alpatov, të cilët mohuan akuzat dhe thanë se ishin thjesht pasionantë të godinave të braktisura. Gjykata e Elbasanit ka vendosur të kthejë për plotësim hetimet ndaj 3 shtetasve të huaj, 2 rus dhe 1 ukrainas, të cilët u arrestuan në gusht të vitit 2022, pasi u përfshin në një përplasje me rojet ushtarake në uzinën e armëve të në Gramsh. Dosja e tyre përfshin akuzat sigurimin e informatave sekrete me karakter ushtarak dhe kundërshtimin me forcë të punonjësve që kryen një detyrë shtetërore, si dhe mbajtja pa leje e armëve të ftohta. Sipas prokurorisë, ata dyshohen për spionazh, pasi thuhet se kishin ardhur në Shqipëri për të mbledhur informacione të ndjeshme që mund të dëmtonin sigurinë kombëtare. Svetlana Timofeva, Mikhail Zorin dhe Fedir Alpatov, të moshave 34, 23 dhe 24 vjeç, kanë mohuar akuzat dhe kanë deklaruar se ishin thjesht bloger që kishin interes për godinat e braktisura dhe objektet ushtarake të ish komunizmit. Ata i kanë mohuar çdo akuzë për spionazh dhe kanë thënë se udhëtimi i tyre ishte thjesht një pasion për eksplorimin e vendvijimeve të tilla. Prokurori Krishni Kajazi ka kërkuar që hetimet të plotësohen edhe të shqyrtohen me gjitha informacionet për të verifikuar natyrën e veprimtarisë së këtyre individëve. Pas sekuestrimit të pasaportave të tyre, autoritetet kanë ndaluar daljen e të arrestuarve nga Shqipëria deri në përfundim të hetimeve. Prokuroria ka afat deri në fund të muajit maj për të përfunduar hetimet dhe për të vendosur nëse do të ngrihen akuza formale ndaj tyre. Do të vëmë lajmet nga rajoni. Qendra serb nga komunat e Kosovës përfshirë Mitrovicën e Veriut, Shtrpacën dhe Leposavićin janë mbledhur në Beograd para presidencës serbe. Ata shprehën mbështetjen e tyre për presidentin Aleksandar Vučić, mes akuzave se disa prej tyre janë paguar ose u është premtuar rritje rroge.
Një numër I konsiderueshëm serbësh nga komunat e ndryshme të Kosovës, përfshirë Mitrovicën e Veriut, Leposavicin, Zubin Potokun dhe Graçaninën, u mblodhën në Beograd për të shprehur mbështetje për presidentin serb Aleksandar Vučić. Tobimi u zhvillua para presidencës, ku serbët që morën pjesë kërkuan të dërgojnë një mesazh të fuqishëm për kraje për kreun e shtetit serb. Në mesin e pjesëmarrësve ishin shumë punonjës të institucioneve serbe që operojnë në Kosovë dhe disa prej tyre, sipas raportimeve, mund të kenë marrë pagesa ose janë premtuar arritje rrogash për pjesëmarrje. Pjesëmarrës të tjerë janë individë që punojnë në institucionet e Kosovës, por janë të lidhur ngushtë me listën serbe, partinë serbe më të madhe në Kosovë, e cila ka përkrahjen e Beogradit. Megjithatë, disa nga ata që morën pjesë në tubim mohuan çdo lloj organizimi të koordinuar dhe thanë për mediat se ishin aty vullnetarisht, duke insistuar se nuk kishin marrë ndihmë financiare për pjesëmarrje. Sipas burimeve të tjera, pjesëmarrësit nga Kosova kanë përfituar nga buxheti I Serbisë përmes pagave, pensioneve dhe përfitimeve sociale të tjera që ofrohen nga shteti serb, një praktikë e njohur për serbët që jetojnë në pjesë të ndryshme të Kosovës. Në një kontekst tjetër, autoritetet e Kosovës vazhdojnë të mbyllin shumicën e institucioneve që operonin në sistemin e Serbisë, ndërsa punonjësit që ishin të angazhuar aty vazhdojnë të paguhen nga Beogradi. Kjo situatë ka krijuar tensione të vazhdueshme ndërmjet dy qeverive, duke shtuar gjithashtu pasigurinë për të ardhmen e serbëve që jetojnë në veri të Kosovës. Në Serbi, krahas këtij tubimi, protestat studentore dhe qytetare janë bërë gjithnjëherë më të shpeshta dhe masive. Studentët janë duke kundërshtuar me forcë korrupsionin dhe abuzimet e qeverisë, duke organizuar protesta të përditshme që po trondisin strukturat e pushtetit të Vučićit. Presidenti serb ka reaguar duke I quajtur këto protesta si një përpjekje të koordinuar nga perëndimi për të destabilizuar Serbinë dhe për të rrëzuar atë nga pushteti, duke akuzuar fuqitë perëndimore për përpjekjet e tyre për të minuar autoritetin e tij. Protestat kanë marrë përmasa të mëdha dhe kanë ngritur shqetësime të thella për drejtimin e ardhshëm të politikës serbe. Shiu I dendur që ratë të premte në Firenze shkaktoi përmbytje të rënda, duke detyruar autoritetet të lëshojnë një alarm të kuq për qytetin dhe rrethinat e tij. Lumenç shpërthyen dhe përmbytën rrugët, ndërsa shërbimi I Zerfikës mori 10 kërkesa për ndihmë, shkollat dhe parqet u mbyllën dhe autoritetet përgatitën sisteme përmbytjesh për të menaxhuar presionin mbi lumin Arno. Situata ishte kritike dhe në rajonin e Emilia Romagna, ku rreshet intensive kishin shkaktuar shqetësime të mëtejshme. Shiu I rënd që ratë të premte në Firenze dhe rajonet përreth shkaktoi përmbytje të rënd, duke bërë që lumenjtë të shpërthenin dhe të përmbytnin rrugët dhe ndërtesat në qytetin historik italian. Autoritetet lëshuan një alarm të kuq për motin për Firenzen dhe rrethinat e saj, duke paremëruar banorët për shyrat intensive dhe të vazhdueshme që do të vazhdonin gjatë gjithë ditës. Eugenio Gianit, kreu I rajonit të Toskanës, I cili përfshin qytetet si Firenca, Pisa dhe Prato, për I thirrje për kujdes dhe vëmendje maksimale nga qytetarët pasi rreshtit e shiut kishin shkaktuar arritjen e niveleve të ujit në lumenjtë që kalojnë përmes qytetit. Shërbimi I Zerfikës I Firenzes shpërndau imazhe shqetësuese të makinave të përmbytura pisërisht nga uji në lagjen Sesto Fiorentino, një zonë që ndodhet në veri të qendrës historike të Firenzes. Shërbimi I emergjencave raportoi se kishte marrë 10 kërkesa për ndihmë nga qytetarët gjatë mëngjesit të së premtes, ndërsa autoritetet ishin në gatishmëri për të reaguar ndaj çdo situate të re. Pjesë të qytetit ishin të bllokuara nga uji dhe rrugët ishin të pavlefshme për qarkullimin. Në rajonin e Emilia Romagna, që përfshin edhe qytetin e Bolonjës, autoritetet lëshuan gjithashtu një paralajmërim të kuq për motin për shkak të rritjes së nivelit të ujit në lumenjtë që kishin shpërthyer në vitin 2023 dhe kishin shkaktuar përmbytje shkatërruese që morën 17 jetë. Disa lumenjë në rajon tashmë kishin filluar të mbusheshin nga shirat e mëparshëm, duke krijuar një situatë të brisht. Megjithatë, autoritetet lokale thanë se për momentin situata ishte nën kontroll, edhe pse parashikoi që rreshtit të tjera do të vazhdonin gjatë orëve të ardhshme. Dëshira e autoriteteve ishin që të mbajnë situatën nën kontroll dhe të parandalonin çdo pasojë të mëtejshme katastrofike. Do të vijmë me lajmet nga bota. 2 gjyqtar federal ka vendosur që mira punonjës të qeverisë amerikane të pushuar muajin e kaluar të rikthehen në punë menjëherë. Vendimi erdhi pasi gjykata konstatoi se shkarkimet ishin të palishme. Administrata Trump kishte synuar të kurrjen e fuqisë punëtore federale përmes këtyre pushimeve masive. Ky është një goditje e madhe për planin që qeverisë në reforma në administratën publike. 2 gjyqtar federal kanë marrë vendimin që disa agjenci qeveritare të rikthejnë menjëherë punonjësit e pushuar, pasi procedurat e shkarkimeve masive nuk ishin në përputhje me ligjin. Gjykatësit theksojnë se zyra e menaxhimit të personelit nuk kishte autoritetin për të urdhëruar pushime masive dhe kërkojnë që departamenti kyçe përfshirë çështjet e veteranëve, bujqësinë, mbrojtjen, energjinë e brendshme dhe thesarin të ndërmarrin masa të menjëhershme për rikthim. Në një kontekst politik dhe administrativ të tensionuar, vendimi gjyqësor reflekton një reagim të fortë ndaj praktikave që anashkalojnë procedurën
procedurat ligjore, ekspertët e drejtësisë dhe organizatat sindikale shohin këtë hap si një moment kritik për mbrojtjen e të drejtave të punonjësve dhe një kujtesë se çdo masë administrative duhet të respektojë kornizat ligjore të vendosura. Reagimet fillestare nga organizatat e punës dhe sindikatat kanë qenë pozitive, duke vlerësuar vendimin për përmirësimin e drejtësisë në sektorin publik. Ndërkohë, administrata Trump mbështeti më parë shkarkimet masive, duke argumentuar se ato ishin të domosdoshme për të adresuar performancën e dobët dhe për të ristrukturuar fuqinë punëtore federale, duke nënvizuar se ky vendim do të ndikojë në planet e ardhshme administrative. Presidenti Donald Trump deklaroi se kontrolli amerikan mbi Greenlandën është kritik për sigurinë ndërkombëtare dhe përballjen me sfidat strategjike në Arktik. Gjatë një takimi në zyrën ovale, ai sugjeroi se aneksimi i ishullit do të ndodhë, duke ngritur reagime të forta ndërkombëtare. Të premten, presidenti Donald Trump i dha një deklaratë të fortë duke theksuar se kontrolli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi Greenlandën është thelbësor për sigurinë ndërkombëtare. Në një takim në zyrën ovale të Shtëpisë së Bardhë, Trump ul krah për krah me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, dhe shfaqi nevojën për të marrë nën kontroll ishullin strategjik në Arktik. E di Mark, ne kemi nevojë për këtë për sigurinë ndërkombëtare dhe vetëm kaq, ne kemi shumë aktorë që lundrojnë nëpër ujëra përreth dhe duhet të jemi të kujdesshëm, deklaroi ai. Një pyetje të drejtë për drejtë për perspektivën e aneksimit, Trump këmbguli duke thënë, unë mendoj se kjo do të ndodhë. Ky mendim ka qenë pjesë e agjendës së tij që nga marrja e detyrës më 20 janar përfshin dhe mundësinë që NATO të përfshihet në përpjekjet për kontrollin e ishullit, një territor me gjysmë autonom nga Danimarka. Trump argumentoi se refuzimi i Danimarkës për diskutime të hapura për këtë çështje mund të përshkallëzojë tensionet rajonale, sidomos me aktivitetet e kinezëve dhe Rusisë në rrugë ujore. Mark Rutte u përgjigj duke theksuar se çështja e së ardhmes së Greenlandës duhet lënë tek aktorët ndërkombëtar dhe Senato nuk do të tërhiqet në debat. Ai nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit midis vendeve veriore për të adresuar sfidat e sigurisë në rajon. Kjo deklaratë erdhi në një moment ku deklaratat e Trumpit kanë shkaktuar shqetësime të theksuara mes partnerëve ndërkombëtar. Reagimet lokale nuk vonuan. Kryeministri i Greenlandës, Mut Edge, në një postim në Facebook, tha presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka shprehur edhe një herë mendimin për të na aneksuar. Mjaft është mjaft. Gjithashtu, kreu i Partisë pro-biznesit, Jens Frederik Nielsen, hodhi poshtë deklaratat e Trumpit dhe theksoi se situata kërkon një unitet të fortë ndërkombëtar për të mbrojtur interesat e Greenlandës. Sondazhet e opinionit publik tregojnë se shumica e banorëve të ishullit janë kundër bashkimit me SBA-n, ndërkohë që një pjesë e madhe mbështet eventualisht pavarësinë nga Danimarka. Në një veprim emergjent, mbrojtja ajrore ruse ka mbrapsur një sulm me dron që fluturonin drejt kryeqytetit Moskë. Sipas fjalimeve të kryebashkiakut Sergej Sobjanin, nuk janë raportuar lëndime, ndërkohë tensionet rreth sulmeve me dron mbeten të pranishme. Të premten, kryebashkiaku Sergej Sobjanin deklaroi se mbrojtja ajrore ka ndërhyrë me shpejtësi për të zmbrapsur dronët që drejtonin drejt Moskës. Sobjaninin theksoi se shërbimet e urgjencës janë aktivisht në vendin e ngjarjes për të shuar mbeturinat dhe për të monitoruar situatën, ndërkohë që nuk janë raportuar asnjë lëndim në kryeqytet ose në një sulm të përparshëm mbi një kompleks nafte në rajonet jugore të Rusisë. Megjithëse Sobjanin nuk e përmendi direkt Ukrainën, incidenti ndjek një varg sulmesh me dron që filluan nga Kievi pas dërgimit të 10 mijëra trupash ruse në Ukrainë më shumë se 3 vjet më parë. Këto sulme, kryesisht të synuara ndaj energjisë dhe infrastrukturës, janë shkaktuar nga tensionet e vazhdueshme rajonale, duke ngritur shqetësime për stabilitetin e zonave strategjike. Në një ngjarje të ngjashme, Veniamin Kondrativ, guvernatori i rajonit jugor të Krasnodarit, raportoi se një sulm nga ana e Ukrainës kishte shkaktuar një zjarr në një rezervuar benzine në kompleksin e naftës Tuapse, ku rreth 121 zjarfikës ishin mobilizuar për të shuar flakët. Edhe pse nuk u saktësua nëse sulmi ishte me dron apo me raket, incidenti thekson sfidat e sigurisë që po hasin objektivat energjetike dhe infrastrukturat kryesore. Në rajonin më të gjerë të Moskës, guvernatori Andrei Voroibov raportoi se 3 nga dronët që fluturonin drejt kryeqytetit u rrëzuan mbi zonat e tij. Mbeturinat e dronëve u zhvendosën në kantier ndërtimi dhe në një ndërtesë në ndërtim, ndërsa një nga dronët goditi çati në një ndërtesë banimi shumëkatëshe në perëndim të qytetit. Autoritetet vazhdojnë të monitorojnë situatën për të siguruar që këto incidente të mos shkaktojnë pasojë të mëtejshme për sigurinë publike. Tani uftë të ndiqni parashikimin e motit. Drejtori shqiptar për datën 15 mars 2025 parashikohet të përshkohet në një mot i paqëndrueshëm. Sipas parashikimeve pritet një ditë me vranësira dhe rreshje shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 10 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 26 gradë Celsius. Era pritet të fryjë me drejtim nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 10 metra për sekond, çka do të bëjë të krijojë dallgëzime 2 deri në 4 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë.
Shkodër 13 deri në 20 gradë Celsius, Kukës 12 deri në 26 gradë, Peshkopi 10 deri në 23 gradë Celsius, Tiranë 15 deri në 25 gradë, Durrës 13 deri në 23 gradë Celsius, Kavaj 13 deri në 24 gradë, Elbasan 14 deri në 26 gradë, Berat 17 deri në 26 gradë Celsius, Korç 10 deri në 23 gradë Celsius, Vlorë 17 deri në 24 gradë, Gjirokastër 12 deri në 19 gradë Celsius, Sarand 13 deri në 21 gradë Celsius. Drejtori i Kosovës për datën 15 mars 2025 parashkoi të përshkohet në një mot i paqëndrueshëm, e gjithë ditët do të jetë mbushur me vranësira dhe rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashkohet të jetë 24 gradë Celsius. Era do të fryk kryesisht nga juglindja me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 8 metra për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale të parashikuara për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovica 11 deri në 22 gradë Celsius, Podujev 11 deri në 22 gradë, Skënderaj 11 deri në 22 gradë Celsius, Pej 11 deri në 21 gradë, Prishtinë 12 deri në 22 gradë Celsius, Gjakov 12 deri në 22 gradë, Malishev 12 deri në 22 gradë Celsius, Gjilan 9 deri në 22 gradë, Perizaj 10 deri në 23 gradë Celsius, Kaçanik 10 deri në 20 gradë, Suharek 10 deri në 23 gradë Celsius, Prizren 11 deri në 24 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kishit diçka e përgatitur për këtë edicion informativ, bashkë do të rishim sërish në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru takofshim.